Volumet e energjisë tregtuar në bursën shqiptare të energjisë elektrike pësuan rritje gjatë vitit 2025 në raport me një vit më parë. Për gjatë vitit që sapo lan pas përmes këtij instrumenti u tregtua rreth 1.95 milion megawatt orë energji nga 1.25 milion megawatt orë energji që u tregtua për gjatë 2024-s. 51% e kësaj sasie i përket zonës orthëtuese së Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër Kosovës duke treguar volume thuajse të barabartë energjie për dy vendet. Sa i takon çmimit mesatar me të cilën është tregtuar energjia, ai varion nga 90.74 euro megawatt orë, që është çmimi më i ulët e që u shënua në muajin prill, deri në 162.75 euro megawatt orë, që është më i larti e që u shënua në muajin shkurt. Çmimi mesatar për periudhën 12 mujor 2025 për llogaritet në rreth 117 euro megawatt orë. Bursa shqiptare e energjisë elektrike nisi operimet në datën 11 prill 2023, teksa funksionimi i saj paraqet një sër avantazhesh që lidhen me çmimet konkurruese, si dhe ofron një sinjal transparent të çmimeve për investimet në energji. Sfidë gjithsesi mbetet rritja e volumit të tregtuar përmes këtij instrumenti.